Jo gjënahat që kemi bën në raport me njerëzit. Nëse ke bëti gjënahat në raport me njerëzit, të agjëra sa të dush Arafatin, edhe Arafatin tjetër, vitin tjetër, sepse njerëzit nuk ta falin, se ti ju ke hin hak njerëzve. Si është forma kompenzimit këtë rast? Në këtë rast do të me shku mi kërku falje. Runa zot, ke bo shpifje për nderin e dikujt. Me bo shpifje për nderin e dikujt është me shkatru një njeri. E do të me shku me i kërku falje. Nëse ti ke bo shpifje në publik, publikisht do të me i kërku falje, me thonë, i kërkoj falje, se nuk ka qenë, bo është shpifje imja. Nëse ke përgojua, me shku me i kërku falje. Nëse i ke marrë borç, se ja ke kthy borçin kur, edhe ai e din se ja ke borxhin, shkon i kërkon falje. Pra nuk është e drejtë të hysh në hak njeriut dhe të thuash Allahu na falt. Jo, nuk fal Allahu. Se do të thonë llojet e gjënave, tash kjo pak jashtë temës, po llojet e gjënave janë 3 lloje. Gjënahet e para që si fal Allahu kur. Cila është ai gjëna? Një gjëna është me vdek duke mendu se ka më shumë se një zot. Ose me vdek duke mendu se janë 2 zotra të njëjtë. Me i bë shirk Zotit, me i bë ortak Zotit, me i bë rival Zotit. Me i bë ortak Zotit dhe me të zonë vdekja para pendimit, edhe ke shku me atë bindje, atë gjëna nuk e fal kur Allahu. Nuk ka shpëtim, nuk ka falje për atë njeri që i bën ortak, që i bën shok Zotit. Këto pra janë gjëna që nuk falen. Kemi gjëna që falen, krejt, të vogla apo të mëdha. Cilat? Ato që i bëjmë në raport me Zotin. Ke qenë i ri, nuk e ke ditë vlerën e rëndësinë e agjerimit, s'ka agjerua. Po kur i ke bo 30 vjet e ke kuptuar, çfarë do të më bë? Do të më fillu agjerimin edhe me u pendu me kërku falje Zotit. Se ke ditë vlerën e haxhit, e ke shty haxhin deri në moshën 60 vjeçare. Ke bo gjëna, se ti në momentin kur ke hin fazën e pubertetit, pjekurisë, është obligative kryemja e haxhit. Mora i kje 13, 14, 12, 15, sa i kje, nuk është problem ajo. Vitet nuk kem problem. Ti ke hynë fazën e pubertetit, i ke pas parët e tua, dohet me shku nash. Normal që atë që i riti nuk i kje ndështë ta parët, po kur ta arrish, do me thonë, këtë pozit që me pas një pasoni modeste, e cila ti krynë shpenzimet e haxhit, du me shku nash. E ke pas ti mundësit, po e ke shty 20, 30 vjet, 40 haxhit. Atëri kërkon falje Zotit. Zekatin se ke pas dham. Se kum dit vlerë dikush thot, as se kum dit që obligim bile, kum dit që është mirë, ama për farz nuk e kum dit. Duhet i kërkosh falje Zotit. Edhe të ngjajshme. Këto janë gjënahat që falen. Edhe kemi llojin e tretë të gjënave të kushzuara. Do të thonë gjënahat e para nuk falen, gjënahat e dyta falen dhe të tretat të kushzuara. Çfarë do të thotë kjo të kushzuara? Të varura. Të varura. Qysh janë këto gjëna? Këto kushzohen edhe mvaren prej personit që i ke bon gjëna, që i ke bo padrejtësi, që i ke bo zullum. Domthon, prej kujt mvaren këto? Falja këtyre gjënave mvaret prej njeriut me cilën ti e ke bo gjënaj. I ke ra dikuj shëplak, e ke shat dikën, e ke rrejt dikën, e ke mashtru në shit blerje dikën, ke bo shpifje për dikën, ke bër përgojim gibet për dikën, e kështu të ngjajshme, duhet personit në fjallë me i kërku falje, nëse a i ta falë edhe Zoti. Nëse a i s'ta falë as Zoti. E këtu dhe me pas kujdes. Po, vetëm edhe një pikë hoqe përmendet, sepse ndoshta është jashtë teme, por është e rëndësishme pasi që është e theksuar në shoqërinë tonë. Pra hyrja në hak në publik, siç e përmende, po kërkim falja veçmas, sa është e drejtë kjo? Nuk është e drejtë se nëse ti mua publikisht, runa do të më ke bon një dëm. Edhe ai dëm nëse ti më kërkon falje privatisht, nuk riparohet, nuk rregullohet, nuk përmirësohet, unë po mbes prapë i dëmtuar. Imazhi jem, autoriteti jem, familja jem, po jetë me një njoll zez. Po jetë një njoll zez. Unë e di që publikisht është këgja vështirë, me donë me kërku falje, po me kërku falje është fetari, është islami. Me kërku falje është burni. E pastaj me të falë është edhe ma burni. Do të thonë burnimi në burni është me të falë. Pse? Sepse ai që falë e ka kuptu se ka Zotin falës të madh, e pastaj edhe ky pak falë. Se Zoti po i falë ata që e kanë shoh përpara. I kanë bërë shok, i kanë bërë ato, i kanë përdor apo i kanë promovuar krejt haramet, po në fund që e kanë kuptuar që kanë qenë keq, Zoti po i falë. Andaj më mërmend se nuk ka zullum, padrejti më të madh se që i bën robi vetes së vet në raport me Zotin mas pore. Se me njerëzit s'po të lanë edhe me hinxhën atash. S'pi jep ti borxhin, po ai po vjen po ta merr. E ke rrej, po kur po forcohet ai po del po të rrej, po merr hakun.
Apo kupton, atë Zoti të pret derisa të pendohesh. Kështu që pra, Po. do të me pas parasysh njeriu që gjatë veprave të tij të shoh a janë gabime që falen apo nuk falen. A janë gabime në raport me Zotin apo me njerëzit. Edhe pastaj çati procedon përpara veprat apo